Logun Erblin Havolli edhe do të futemi më në detaje për sa i përket gjendjes psiqike dhe emocionale të individëve me mbi peshë apo nën peshë. Mirëmëngjesi dhe mirë se jeta. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, shumë kënaqësi që të kemi sot pjesë të emisionit edhe që kemi me fol rreth kësaj teme, po fillimisht na trego se si ndikon ndryshimi në peshë heqja ose shtimi i peshës tek individi. Heqja ose shtimi peshës mund ndikojë në anën psikologjike të individi, varësisht varet që a shton individi apo a hek peshën. Në rastin që shton individi peshë, atëherë vetbesimi i tij ulet, ndërsa në rastin që individi hek peshë, shpesh herë vetëvlerësimi i tij rritet. Kjo mirë po në të dy rastet individi ekspozohet ndaj stresit dhe ndaj ankthit edhe ndaj çrregullimeve të ndryshme emocionale. A lidhet pesha jo adekuate me gjendjen psiqike të një personi? Pesha jo adekuate është e lidhur ngushtë me gjendjen psikike të personit, ku këto dyja kanë ndikim të dyanshëm, ku gjendja psiqike mund të ndikojë tek pesha e individit, mirë po edhe pesha e individit mund të ndikojë tek gjendja tek gjendja psiqike e tij. Però çfarë mund të ndikojë tek individi është sepse mund të ul vetvlerësimin e tij, po ashtu vetbesimin e tij, po ashtu këta persona ekspozohen ndaj dozave të larta të stresit dhe të ankthit, ku mund të kenë ankth se si po i gjykojnë të tjerët, po ashtu këtu ndjenja mund të shtyhen ata në çrregullime në të ngrënë, po ashtu në çrregullime të ndryshme psikologjike, siç është anoreksia ose diçka tjetër. A ndikon shumë negativisht stresi edhe ankthi tek këta persona për me heq pastaj peshë? Stresi dhe ankthi janë shkaktarë që i quajnë këta në këtë peshë jo adekuate, sepse kur kanë stres dhe ankth, ata mundën me çrregullu të ngrënë, siç e përmenda, mundën me bë ngrënie emocionale, po ashtu mundën edhe me bë kufizime ekstreme në peshë, pra është thelbësore që të kemi një mirëqenie emocionale për të pasur një peshë adekuate. Po cilat janë shkaqet më të shpeshta që e dërgojnë atë person në këtë gjendje? Shkaqet më të shpeshta që mund me dërgu këtë person në këtë gjendje, veçse i përmendëm, është stresi, depresioni, vetëvlerësimi, po ashtu edhe presioni social, se këto faktorë ndikojnë tek individi në mënyrën që sheh ai veten, që e bën imazhin e tij, edhe pastaj nëse ka një imazh negativ apo një mendim negativ për veten, mund të ndikojë që të ketë çrregullime të ngrënë edhe të shtoj peshë, ose varësisht të humb peshë. A ka shumë njerëz që vinë tek psikologu edhe kërkojnë ndihmë për shkak të depresionit nga bullizmi, për shkak të peshës kryesisht? Ka shumë njerëz që kërkojnë ndihmë tek individi për shkak të bullizimit që i bëhet për shkak të peshës jo adekuate, ku shpeshherë këta persona që kanë probleme me peshën përballen me komente negative ose me përqeshje nga shoqëria, ku me të ndikuarit nga këto përqeshje janë të rënjet për shkak që ata i kushtojnë vëmendje më shumë mendimit të tjerëve që e kanë për ta. Këtu mendime negative ose kjo përqeshje, këtu komente mund ta shtyjë individin që të krijojë ndjenja të turpit, po ashtu ndjenja sikur të vetë izolimit dhe mund ta çojnë edhe në depresion të thellë individin. Mirë, po kur vjen te psikologu, individi konsultohet edhe psikologu mundohet t'ia vënë pa vlerat e tij si person jashtë pamjes së jashtme, edhe kështu ai mund të ndërtojë një imazh më të mirë për veten e vet. Po cilat gjini ka më shumë probleme emocionale, psiqike kur vjen puna tek pesha? Kujt i pengon më shumë pesha? Problemet emocionale për shkak të peshës janë të pranishme tek të dy gjinit, mirë po më të theksuara janë tek femrat, për shkak që femrat kujdesen më shumë edhe kanë një farë lloj presioni social që me pas atë farë pamjen ideale që ekspozohet media dhe në rrjetet sociale, dhe në momentin që ato nuk e mrrin këtë pamjen ideale, mund të zhvillojnë ndjenja të turpit ose ndjenja të pakënaqësisë me trupin e tyre, ku këto ndjenja mund të shtyjnë ato drejt depresioni. Mirë po këto ndjenja janë të pranishme edhe tek meshkujt, po meshkujt zakonisht këto ndjenja luftojnë e heshti për shkak të disa normave gjinore që janë tek burrat. Që nuk shprehen më lirshëm, domethënë. Po sa e vështirë është klientët të vinë tek psikologu edhe t'i shfaqin këto probleme, t'a shfaqin edhe të shprehin se po përballen me bullizmin për shkak të peshës? Shpeshherë është e vështirë që klientët tek vinë te psikologu për shkak që dihet se në vendin tonë ende janë ato paragjykimet për personat që shkojnë te psikologu që janë të dobët ose diçka tjetër. Mirë, po përveç kësaj që mund të më ndikojë është edhe se personat që bullizohen, përqeshin apo marrin komente negative për shkak të peshës, ata persona mund të zhvillojnë një ndjenjë të turpit edhe mund të kenë siklet që të folin për këtë temë. Mirë, po
këto e bën edhe nga pavedia, sepse nuk e din që psikologu mund të luajë një rol kyç në këtë çështje, prandaj individët për shkak të këtyre arsye mund të hezitojnë që të konsultohen me psikologun për këtë temë. Si ndikon tek një individ reklamimi i trupit perfekt në media ose në rrjetet sociale që i shohin? Reklamimi i trupit perfekt në media apo në rrjetet sociale ndikon negativisht tek personi, për shkak që kur bëhet reklamimi i trupit ideal, vazhdimisht personi e krahason veten me atë trupin ideal dhe e krahason veten me të tjerët. Kjo është aspekti negativ, sepse kur nuk e arrin atë trup ideal personi, atëherë e ndjen veten të pamjaftueshëm ose e ndjen veten pa vlerë. Domethënë kjo ka ndikim direkt në mirëqenien e tij emocionale. Pa mund të më qenë për shembull edhe me pas edhe ndikim pozitiv, se për shembull djemt kur i shohin disa djem me muskoj që ushtrojnë, motivohen edhe fillojnë palestrën. Varet prej mentalitetit individit, nëse individi dëshiron me marr sikur aspekt pozitiv, mund të ndikojë sikur në aspekt pozitiv, për shkak që nëse reklamon një trup mirë, individin e shtyn. Ato për me arrit çat trup mirë, po dihet që trupat nuk janë ndryshëm, nuk janë të njëjtë edhe në krijim, prandaj mund të ndikojë më shumë negativisht. Po a mundet psikologu me ndihmu që kjo gjendje e krizës, po thojmë kështu, me u bë ndoshta arsyeja pse vendos individi me bë ndryshimin? Psikologu mundet me motivu individin edhe me ndiku të kaj që me pa veten ndryshe, me pa vlerat e tij të brendshme, jashtëpamje se jashtme. Mirë, po çka e promovoj më shumë është se individ mi marr më shumë kur kam bullizim ose në komente negative mi marr sikur motivim. Domethënë sa të këqija mi përdor si motivim, që ose arrin individi këto, mundet që mi përdor ato senet e këqija sikur motivim edhe me shku në palestër për me pas peshën ose formën e trupit cilën e dëshiron. Tash po e shohim që ka edhe modele që janë plus size. Sa ju ndihmon kjo njerëzve që me i të i kalu problemet e tyre me pas komplekse me trupin e tyre, kur i shohin që po ka edhe modele që janë ndoshta me peshë pak më të lartë? Modelet plus size i ndihmojnë individet në aspekt pozitiv që t'i kalojnë me lehtë problemet e tyre që i kanë me imazhin dhe me vetvlerësim, sepse përmes modeleve plus size po reklamohen trupa që janë më real dhe po sfidojnë pak a shumë atë bukurinë jo reale vendosur për rrjetet sociale dhe për mediat e ndryshme, atë bukurinë perfekte. Modelet plus size po ashtu po ndihmojnë individ që me ndje veten më të pranuar në shoqëri, po ashtu me plus size po promovohet një farë ideje që secili trup është i vlefshëm dhe i bukur në mënyrën e vet, këtu domethënë kanë ndikim në aspektin pozitiv tek personat që kanë probleme me peshën e tyre. Po çka po i shtyn njerëzit të shkojnë në ekstreme si bulimia apo edhe të lëndojnë veten? Shpesh në disa raste mundet me ndodhë që personat që kanë probleme me peshën me shku në këto ekstreme të cilat i përmendem, mirë po këtu i bëjnë zakonisht sepse ata persona ndonjëherë përballen me emocione tepër të larta të cilat nuk dinë si t'i shprehin ndryshe, çka i shtyn ato për me shku në këtë gjendje është për shembull stresi i lartë, depresioni i thellë, po ashtu vetëvlerësimi i ulët edhe mendimet negative që i kanë për veten, për shembull kanë mendim negativ për veten që janë pa pranuar në shoqëri, janë pa mbështetur, edhe në farë forme këtu veprimi bën sikur thirrje për ndihmë, për nevojë që dikush t'i kuptojë dhe të merret me ta, po ashtu i bën shpeshherë për të larguar dhimbjen emocionale. Po çfarë është dismorfia e trupit? Dismorfia e trupit është një çrregullim psikologjik ku individi ka përqendrim tepruar në pamjen e tij fizike. Për shembull, fokusohet tek mangësitë e vogla ose mund mos ketë mangësi fare, vetëm atij i duket ashtu. Mundemi me qujt pak si disa komplekse që i kemi. Disa komplekse që personi i ka me pamjen e tij, domethënë, ku shpeshherë këto komplekse mund ta shtyjnë individin që me bëjë ndërhyrje estetike pa pasur nevojë. Qysh është ka një farë definicioni me i thjesht, për këtë është sikur një pasqyrim i shtrembruar i vetës që individi mendon që problemi është tek trupi i tij, mirë por problemi i kësaj është tek gjendja emocionale dhe gjendja psikike e individit. Pse persona që kanë pasur probleme me mbi peshën, pastaj e kanë arrit një peshë ideale, zakonisht ose jo zakonisht, po në disa raste pësojnë edhe këtë dismorfinë e trupit. Personat edhe pas të arrin atë peshën ideale mund me pas dismorfi për shkak që atë mendimin vetë imazhin e kanë krijuar gjatë kohës që nuk kanë qenë mirë me peshën e tyre, po ashtu çka ja lehtëson më shumë për me pas dismorfi trupit është edhe se këta persona mund me pas frikën se po kthehen në gjendjen e mëparshme. Mirë po çka vlen të përmendet është se përveç që duhet të ndryshojmë peshën e trupit, ne duhet të ndryshojmë edhe mendimin për veten dhe vetvlerësimin.
për shkak që mund mu kthy prapë në dismorfin nëse nuk e ndryshojmë me mendime për vetë. Po, ç'është është mënyra më e lehtë për me kalu dismorfin një person? Për shembull, a mundet ai person mos me pas mo dismorfi, mos mi pengu mo këto detajet e vogla të trupi vet? Ky person mundet edhe mos me pas dismorfi, ku disa teknika janë për shembull terapia kognitive e sjelljes e cila bëhet mendimin e psikologut, ku këto mendime të shtrëmberuara për veten që i ka personi zëvendëson me mendime të mira dhe i ndihmon që të ndërtojë një marrëdhënie më të shëndetshme për veten, po ashtu çka kish ndihmu shumë këtë mes është edhe mos krahasimi i vetes me të tjerët në rrjetet sociale. Përveç kësaj, konsultat me psikologun i ndihmojnë shumë, sepse psikologu mund t'ja vënë pas se bukuria dhe vlerat e individit nuk maten me pamje apo me peshë, por me atë që ai është si person. Çka mundet me ndihmu më shumë të një njeriu, një individit me pranu veten ashtu siç është? Disa këshilla prej psikologut. Çka mundet me ndihmu për individ për me pranu veten ashtu siç është se individi do të ndaloj krahasimin e vetes me të tjerët, përveç kësaj do të konsultohet me psikologun, mos ketë turp që të fol për këtë temë me psikologun, po ashtu duhet ta trajtoj veten me më shumë pozitivitet, t'i flas vetet me më pozitivitet dhe mos ta merr veten me negativitet. Përveç kësaj çka mund me lu rol shumë të madh është edhe shoqëria, ku është mirë që të kemi për rreth persona pozitiv që të vlerësojnë për atë që i edhe jo për pamjen tënde. Dhe mos të paragjykojnë. Krejt këto ndikojnë në mënyrën e vetë, kështu që faleminderit shumë për këshillat që i dhe, faleminderit shumë edhe për informacionet dhe për kohën. Faleminderit që ishe pjesë e emisionit sot. E tani të dashur miq, kështu me këtë intervistë po e përmbyllim edicionin e sotëm. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë edhe këtë mëngjes, edhe na e kaluam bashkë